se I ka humbur glamuri, po problemi është neve jemi rritur dhe ata që janë më të vegjël sot prapë shohin kombëtarën ashtu siç e kemi pas parë ne. Unë mendoj që ky brez I ri tani është neve kemi pas gjëra më të veçanta. Po besoj thonë që dikur ka qenë shumë ndryshe. Nuk e mendoj që është njësoj. Unë mendoj që sot është më I thjesht për t'i kontaktuar dhe për t'i dhe është më thjesht ti kontaktosh, por është më e vështirë që të hysh në marrëdhënie me ata. Nuk po themi që nuk duhet kritikuar. Po kombëtarja ka bëhet pak me hatër në farë mënyrë, për të mos prishur atë entuziazmin, atmosferën që duhet atë çotë kur janë ndeshje të rëndësishme. Pra kishin një lloj marrëdhënie. Dhe sot tani edhe problemet e më të mëdha të kombëtarëve janë që nuk e duan më futbollistët kombëtarën në kuptimin që kanë aq shumë ndeshje me klubet e tyre dhe shohin edhe klubet nuk I lejojnë sepse I paguajnë ato dhe dëmtime në këtë momente. 15 vjeçar, për ku e diun për Kristian Aslanin, për Brojën, për Gjimshitin, për yjet e kombëtarës që ka Shqipëria sot, patjetër që do egzaltohet apo do ndiejë një kënaqësi shumë të madhe, qoftë për t'i takuar, për të marrë një autograf, për të bërë një foto. Dhe mendoj se është kjo që ne jemi rritur shumë dhe 15 vjeçarë, 20 vjeçarë, 10 vjeçarë e brezit sotëm. Ka dhe diçka tjetër që sot për shembull afër lojtarëve ti je në kontakt gjatë gjithë ditës, nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse e ndjek në Instagram, e ndjek në TikTok, e ndjek në Snapchat, lojtarët tuaj për shembull atëherë nuk është se kishim mundësi të shikonim gjithë lojtarët e kombëtarëve në klubet ku ata luanin, 2-3 kryesorë që luanin në Itali apo në Gjermani. Pasioni asaj kohë ka qenë më I madh, Vino, për futbollin, për kombëtaren, për flamurin. Sot është interes më I madh. Shqipëria ishte një skuadër gjithmonë e talentuar, gjithmonë shumë e talentuar, por nuk fitonte dot. Nuk e bënte dot hapin e skuadrës e sakrificës. I shikoja për shembull në një ndeshje kundër Gjermanisë, kundër Anglisë, që kemi parë që Malstafa, kundër Spanjës, kundër Francës, që në vitet 90, bënin gjithçka, linin shpirtin fushën e lojës. Domethënë ishte një skuadër që edhe kur u mbiste duar trokitej.